Pulson Stars, talent show më i madh në rang qarku, do të nisë së shpejti, duke mbledhur të rinj nga të gjitha bashkitë në një garë arti dhe kreativiteti. Pas suksesit të 2 edicioneve të para, ky aktivitet vjen këtë vit me një format të zgjeruar, duke synuar të ofrojë një eksperiencë edhe më të plotë për pjesëmarrësit dhe publikun. Kjo nismë është pjesë e një kalendari të gjerë aktivitetesh të dedikuara për të rinjt dhe fëmijët, me fokus promovimin e artit, ruajtjen e traditës dhe nxitjen e përfshirjes aktive në komunitet. Një nga aktivitetet më të rëndësishme në lidhje me ta, e cila sigurisht që lidhet me kreativitetin dhe me zbulimin e talenteve, është edhe eventi Pulson Stars, i cili besoj do të organizohet diku mes muajit prill dhe muajit maj dhe do të përfshijë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të qarkut të Korçës. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë herë shfaqjet nuk do të kufizohen vetëm në Korçë, por do të zhvillohen edhe në qytetet e tjera të qarkut, duke i dhënë mundësi më shumë të rinjve të bëhen pjesë e skenës. Stafi është ngritur tashmë, grupi që do të merret me secilën bashki, themi me të rinjtë e secilës bashkie. Pra, nëpërmjet këtij aktiviteti ne duam të nxjerrim, si thua, më të mirën e të rinjve tan, të zbulojmë talentet e tyre dhe në mënyrë figurative apo metaforike t'i çojmë ata drejt yjeve, pra sepse ata yje janë vërtet. Pulson Stars shënon vitin e 3 të organizimit dhe synon të konsolidohet si platforma më e madhe e talenteve të reja në juglindjet e vendit, duke kthyer artin dhe konkurrencën në një festë për të gjithë të rinjt.